Këtu flasim për gjithçka dhe për çdo, nga arti dhe kultura, sporti, filozofia, teoritë e konspiracionit apo çdo temë që na bën të mendojmë, të qeshim, e të themi, "Ori prit pak." Ky është vendi ku energjia nuk mungon, mendimet ndahen hapur dhe çdo episod është një eksperiencë e re. Nëse të pëlqejnë bisedat spontane, vibe pozitiv dhe diskutimet që të mbajnë të mbërthyer deri në fund, je në vendin e duhur. Me Armela Drapi dhe Engji Drapi nisemi për Diku ku dielli nuk perëndon. Sigla. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon. Përshëndetje dhe mirë se vini në Diku ku dielli nuk perëndon në këtë sezon të ri. Në nisje të këtij sezoni jemi të lumtura, mirënjohëse dhe falendëruese në radh parë Zotit. Po ashtu falenderojmë gjithë secilin nga ju për çdo koment dhe mesazh që na keni dërguar përgjatë kësaj periudhe shkputjeje dhe realisht na e keni mbushur zemrën plot me dashuri. E vërtet, ju falenderojmë shumë të gjithëve dhe shumë puthje për të gjithë ju. Pa unë për kohë, po ju prezantoj me të ftuarin ton të parë. Ai është producent, skenarist dhe një ndër personazhet më të suksesshëm të kohëve të fundit, Marius Dervishi, apo siç e njohin ndryshe Zepervoki. Mirë se erdhe Marius. Mirë se gjej, edhe suksese në Faleminderit. rrugtimin tuaj të ri po e quaj sepse normalisht ka ndryshuar ajo le themi dimensioni nga lidhje direkte dikur që mbaj mend intervistën time të parë me juve dhe tashmë në një studio të mirëfillt. Për të ju përgëzoj dhe ju bashkë. Faleminderit. Kënaqësi që të kemi. Jemi shumë të lumtura që të kemi ditën e sotme dhe nisim sezonin e ri së bashku, por si ka nisur 2026 për ty? Siç edhe dihet, me shumë ngarkesë, fluksi i madh i suksesit më kapi çik të papërgatitur emocionalisht, fizikisht, mendërisht, por që po ja dalim mirë, Gjerasin të përgëzoj sërish për superrealizimin e Falli 2 dhe dukshëm është përqafuar nga publiku dhe duke dalë jashtë pritshmërive, duke detyruar një farë mënyrë dhe kinemat që të shtojnë orare ekstra për të përballuar kërkesën. Disa ditë radhë. Si ndjehesh? Falenderues, mirënjohës ndaj Zotit madh dhe publikut, sepse publiku është njësoj si puna e saj foshnjës apo fëmijës që për te çdo gjë domethënë nuk di të doj me imponim. Nëse të don sepse e ndjen publiku apo i pëlqen produkti që përcjell dikush, kupton? Dhe prandaj është fati i madh që jemi në këtë treg në botën e kinematografisë, sepse thash nëse publiku të don dhe piko vlla dhe nuk pranon kompromis, le të themi, në këtë pjesë. Edhe kështu domethënë. Po gjithsesi, Falli 1 u dashurua, u përqafua nga publiku, por mendoj që e kaloi dhe superoi veten Falli 2. E prisje apo të doli aty jashtë pritshmërive? Shiko, unë gjithmonë kur shkruaj skenar kam një target, se nuk është se shkruaj badjava kështu dali ku dali. Patjetër që e prisja, por isha skeptik, sepse thash meraku madh se zakonisht me pjesët e dyta ndodh që zhgënjen deri diku ose ulin pak atë intensitetin e gjës. Edhe ky ishte, le të themi, kjo ishte betejë ime më e madhe, që të bëj një pjesë të dytë për të jetë akoma më mirë se e para, ose minimumi fare, që prapë do ishte një minus për mua, do ishte nivelin e parës, por që duke parë që u prit shumë më mirë se sa Falli 1, tani jam super i kënaqur me veten dhe me punën. Çfarë do thot për ty thyer rekordesh? Kënaqësi egoje apo vlerësim publik? Statistikë jo i herë, po puno është duke nis nga gjitha të paragjykimet që unë kam pas mbi supe, në lidhje me imazhin tim, në lidhje me punën time, mu deshte kjo lloj thyerjesh rekordesh, sepse me këtë po i tregoj këtyre që më kanë pasi konkurrent që s'e kam marrë vesh kurrë, pse më kanë pasi të tillë, se s'kam hyrë në këtë treg për konkurrencë. Kam hyrë në këtë treg, kam hyrë në këtë treg tashi më vjen keq se thash un kam hyrë në këtë treg pa sa ka shit filani, çfarë filmi bën filani apo çfarë filmi bën Pisteku. Un kam hyrë për të dhënë jetë asaj ëndrrës dhe pasionit tim vëlla. Nuk është se kam pas një target tash që do t'ja kaloj këtij, do t'ja kaloj atij. Po këtu nis gjithçka, nga pasioni dhe nga dashuria të cilën ti punon ato çfarë bën. E thash dhe në një emision tjetër që më bën një pyetje, a do vi koha që do shohësh filmin si biznes? Dhe thash, ndoshta vjen, ndoshta lajthis të vjen koha që shoh filmin si biznes, po ai do jetë momenti im i dështimit. Pse ti mendon që s'duhet parë në asnjë rast filmi si biznes? Po kemi shumë shembuj lart e poshtë kanë atë tendencën për të bërë film për të fituar, për të kryer të ardhurat, dhe produkti që përcjellën është skandal. Dhe unë nuk e duhet lloj gjëje. Unë nëse do dash zoti ecën një film, unë kam shef të ecë filmin sepse nëpërmjet atij filmi unë bëj filmin tjetër.
Kjo është e gjitha, nuk është po luftojnë tash hajde të marrim makinë mirë, hajde të marrim motor të mirë, ka le të themi kam aksese të tjera për ta parë si biznes, siç është YouTube për shembull. A kupton që un kam një pagesë konsiderueshme muaj për muaj. Edhe për mua është mjaftueshëm kjo. Por nëse nuk shikon filmin si biznes, çfarë është ai filmi? E thash pasion, ëndër, dëshirë e mirë, dhe kënaqësi vete kur produkti im, filmi im pëlqehet dhe komplimentohet nga publiku. Marius, ne si publik kemi parë që filmi jote është realizuar në mënyrë shumë bukur, shumë perfekte, çdo gjë në rregull. Po cili është momenti më sfidues që ti ke patur gjatë xhirimeve? Shiko, në çdo film ka ato peripecitë e veta. Edhe për fat mirë dhe për fat keq edhe ky film nuk ka qenë mangut, si çdo film tjetër ndaj këtyre fenomeneve apo surprizave të pakëndshme që ndodhin në set. Kanë qenë gjona pa zarar, po le të themi në fund kupton që është thjesht diçka që ndodh le të themi në kuadër të ngarkesës dhe ose keq menaxhimin thojza, por që ngelet aty, se ky është tipi im dhe ja kam kërkuar komplet stafit që punojnë me mua që çdo lloj gjëra ndodhin në set, le t'i lejmë set dhe darkave, se ne kemi kështu si tradit tonën, si kulturë tonën të skuadrës, që në përfundim të xhirimeve çdo ditë, pa asnjë lloj përjashtimi, ulemi në kafe ose mund të ham diçka dhe diskutojmë dhe korrigjojmë le të themi mangësirat që kishim në ditën paraardhëse. Është ky çelësi i suksesit pse filmat e tu apo le të themi bashkëpunëtorët e tu janë gjithnjë të kënaqur dhe kanë sukses? Unë mendoj që është e para punës është korrektësia me njerëzit, qoftë duke filluar nga pagesat, nga sjellja, nga normat caktuara, pastaj mendoj që është edhe pjesa e skenarit. Sepse fatimi i madh është unë skenarin e shkruaj vetë, plus edhe me pjesën e regjisë merr vetë, se harrova ta përmendur se pjesën e regjisë në fillim, se desha të them, prit se më të regjisorin. Po për të zakas. Edhe kam nis të hy në atë botën e filmit që në momentin që kam filluar të shkruaj gërmat e para të skenarit. Edhe perceptimi apo këndvështrimi se si unë e krijoj që në kokën time, le të themi është shumë ndihmues për mua në set pastaj. Ke thënë në fillim që nuk do ketë një fall të dytë. Dhe pa pritur lindi skenari i fallit të dytë. Sa kohë të është dashur për ta punuar këtë skenar? Nuk kisha në mend, le të themi, ose kisha një det pa përfillshme për të bërë fall 2. Pastaj nisa të bëj një film tjetër, për cilin po punoj aktualisht, ai do në pension dhe sukses. Pas kemi një lajm të ri, domethënë po në maj unë po bëj publike për herë të parë datën e nisjes së projektit me datë 10 maj, inshallah. Si titullohet edhe një herë? Hajdut në pension, është film komedi aksion. Po, dhe them drejtën është ndryshe nga gjithë filmat e mi dhe nga çdo film tjetër këto 20 vitet e fundit. Është komedi shumë e veçantë, fabull shumë e veçantë, karaktere shumë të veçanta. Super, pra nuk të ndahet shpirtin nga komedia. Jo, unë nuk i ndam këtij zhanri, thash ajo që më ka ngret si imazh ka qenë komedia, normalisht, dhe është le të themi një element i rëndësishëm që ta afron me njerëzit, me shikues. Kjo është. Bën shumë familjar, shumë popullor. Zbja ato distancë. Përderisa unë posedoj këtë gjë, përderisa ma ka fal Zoti si dhunti, le të themi, pse mos ta shfrytëzoj edhe patjetër nëpërmjet komedisë targetoj njerëz dhe përcjell mesazhet që gjej. Por shpesh të duket sikur nuk të intereson fama, por e kuptueshme që të shijon. Si është një ditë normale e jote dhe sa ka ndryshuar kjo gjatë këtyre 2 filmave të tu të fundit, mund të themi që janë filma më të suksesshëm. Tani, nëse dikush do thotë mua më pëlqen fama, do të gënjej tek kot sipërsyve, kupton? Është e bukur, është botë që vlen të jetohet, është emocion ndryshe edhe ndihesh le të themi me plot kuptimin e fjalës i plotësuar. Dhe po me këtë vjen këto peripecirat e tjera, pastaj sepse të mungon ajo jeta modeste, ajo jeta e rehatshme që ti do të bësh. Sepse do të jesh pak më i rezervuar në daljet, në takime, në kafene, kupton? Se njerëzit janë mësuar të shohin si artist dhe presin që këta artistin ta shohin dhe në jetë reale. Dhe kjo është për të ardhur keq sepse te një pjesë e mirë nuk ndodh. Janë artistë në skenë dhe palaço në jetën reale pastaj, e kupton? Që është fatkeqësia më e madhe. Edhe prandaj them që duhet mendoj që kjo është e vetmja sfide e famës, që duhet të jesh njëri mbi të gjithë. E rëndësishme është që viraliteti yt dhe fama jote vjen nga punë të suksesshme dhe nga punë që kanë themele të forta dhe
pas një, le të themi, sfide për ty dhe arritet të kesh një rezultat që ke bërë një publik të tërë për vete dhe numri i statistikave në kinema flet vet. Asnjë gjë nuk kam arrit, me thënë drejtën. Absolutisht, sukseset më të mëdha janë në vijim, patjetër që po. Nëse dikush, jo, sado lart mund të shkojë, sado sukses mund të kem, prapë mund të shojë që s'kam arrit asgjë. Kjo është për shkak të modestisë që do të tregosh apo mendon se do punosh më shumë për të arritur diçka tjetër? Mendoj që njeriu në moment që kënaqet me punën e vet, kënaqet me ato shifrat e veta, mendoj që kjo është fundi për atë, sepse kalon domosdoshmërisht kalon një farë arroganca apo me një madhësi mund ta quaj, gjë që unë urrej më shumë në jetën time, kupton? Sa e riskon një artist i suksesshëm të jetë, le të themi, të bie prej famës, sepse natyrisht ka ato vështirësitë e veta. Asnjë nuk bie prej famës. Çdo njeri. Të gjithë e shesin dhe e transmetojnë të tillë. Shiko, jo. Nuk mos marrim vetëm famën si shembull, le të marrim dhe një transformim të jetës dikujt që nga hiç gjë bëhet dikush, mund të jetë biznesmen, mund të ketë lek, mund të ketë dhe në pjesën më të madhe të rasteve sërish pjesa më madhe e rasteve to lajthisin. Po. Harrojnë idealet, harrojnë parimet, harrojnë normat, harrojnë çdo gjë. Çfarë bëjnë ta? A e ndryshoi këto pushteti, fama, leku, në të tash? Jo. Mendon se kanë vuajtur për gjatë rrugtimit apo thjesht u shpërfaqen? Kanë qenë, e kanë pasur diku të fshehur në brendësitë e karakterit të tyre, po pa mundësia për ta shprehur më para, normalisht nuk është se i ka lejuar që të duket ky lloj karakteri të këto njerëz. E kupton? Unë për ne them që nuk është se të transformon apo të ndryshon as fama, as pushteti, as leku, as thjesht të shfaq ashtu sikur se ti je. Thjesht të zbërthen. Kjo është të zbërthen, sepse me famën, me pushtetin, me legun, vjen te horizonti apo hapësira për të shpreh atë çka ke pas për më herë. Pra janë vetvetja. Pikërisht. Ditëve të fundit ka qarkulluar në media lajmi i krisjes së marrëdhënies tënde me Luiz Elin dhe ç'është e vërteta shpesh ashtu sikur se thamë edhe në hyrjet e emisionit, personat kanë tendencën për të krahasuar për shkak të super suksesit që pati Falli 2. Si qëndron e vërteta e këtij debati të paqën? Çka lidhje për debatu me motor? Unë nuk kam lidhje fare as debat, as krisje marrëdhënies, as lloj gjë. Unë thash një fakt që çpata që e thash. E kupton se nolli tash sikur un po du vëmendje. Çfarë vëmendje mund duan? Vëmendje ta kisha dash në fillim kur doli Falli 2, jo tash që po del Falli 2 nga kinema, e kupton? Çfarë më intereson mua? Ajo çfarë mua në fakt më pëlqeu është fakti që kishe përmendur që nuk ke atë bagazhin apo atë stafin që ajo nga është mbrapa ashtu sikur se kanë persona të tjerë. Dalun të rremendjen vetën time dhe të krahasom, unë krahasom për le të themi për art, po, për krijimtari, për më the tash, po, domethënë siç ka ai ato sukseset e veta absolute pa diskutueshme, un kam sukseset e mia absolute pa diskutueshme, sepse I kanë dhënë Zoti gjonat dhe ne nuk ndërhyjm dot se na pëlqen neve apo s'na pëlqen neve, pse e ka ai dhe pse mos ta kem un. Janë topsit ato gjona se çdo njeri e ka të shkruajt në librin e vet, në caktimin e vet nga I Madhi Zot, dhe nuk pres kurrë që dikush të marrë nga vëmendja ime apo unë të marr nga vëmendja dikujt tjetër. Dhe ishte le të themi një deklarat pa të keq, mund ta quaj, sepse u vura para një pyetje, para një dileme dhe fakti që po silleshin emra të tjerë në tavolinë nuk më pëlqeu, sepse tash unë nuk është se kam folë ndonjëherë keq për një producent, për një aktor apo dëgjon, emra konkret paktën jo, mund ta kem thënë larg pa dhënë specifika që njerëzit mund të dyshojnë për kë kanë fjalën. Dhe rasti I këtij kështu nisi. Që u hap muhabeti, pa teklif, pa dhënë emra, pastaj u vura para një pozite që s'ishte këndshme dhe normalisht u detyrova me thonë, se tash ose kam bërë krim, se s'pashaj as me libër, shtëpie, as me rroba si karakter, as si individ, unë po them. Thjesht diçka që kishte ndodhur. Ishte një fakt që më bëni përshtypje dhe e thash, më futën ato fansat e Kingit, atij të mbretit se Shiko, më mos japin më vëmendje. Ti ashtu, man veten, po pse më preken te pjesa besimit më vllaz, unë nuk e marr vesh. Okej, mund të kem bodë gabim se njëria, madje është mos e pranueshme siç mund bëj çdo kusht tjetër, e kupton? Që s'kishte lidhje fare gabimi, po direkt kam vurë ku sulmon është pjesa besimit. Për çfarë? Sa duhet vi kjo? Po aq është kapaciteti persona me Marius. Merremi tani thua, po aq është kapaciteti tani. Gra, ti shef fotoprofili, gra me fëmijë, fotoprofilit mall bën e turrent sikur me pas hy në familje. A kupton? Edhe për çfarë për një diçka kaq
të dëgjojnë të pa precedent, pa Ka lidhje. patur së fund me një koment nga një koleg I cili të ka lënduar apo nuk ndikohesh nga fjalët e njerëzve? Jo së fundi, po shpesh ndodhen që mund të kesh krahasime, mund të kesh paragjykime, mund të kesh thashë theme nga njerëz të afërt, nga koleg, nga njerëz stafi që ke punu, po që të mërzisin për momentin. Rasti I fundit që mram, kishte po dikush një lloj paralelizmi shumë të udhtë, që s'mund ta quaj as personazh VIP, po nëse. Dhe për një moment miku çerja. Po se thash, nëse do t'i bëj replikë është t'i jap atë për cilën ai po Po kërkon. lufton. Vëmendje. Kështu që thash, keep quiet, rehat, edhe injoro. Kaq. Okej, unë dua të ndalem pak le ta lëm këto mërzitjen këtë se duam pak më shumë gjallëri. Marius, cili është personi I parë që ka besuar tek ti? Asnjë. Askush. Është vetja, them unë. Vetja jote, As vetja është ime s'ka personi I besu. parë. As S'ka vetja besuar. ime. Jo, nuk ka besu. As vetja ime jo. Të Edhe ka unë kur zgjonjur kam- vetja për mirë, domethënë. Edhe unë nuk kam prit, domethënë, gjithmonë kam parë me skepticizëm, me pesimizëm të pjesën e këtij rrugtimi, por I vetmi që s'ka praktikë kur ka qenë Zoti I lartë. Ja ti jam mirënjohës, nëse ka le të themi kuptim shpreha apo fjala mirënjohje sot është vetëm ndaj Zotit. Patjetër dhe ndaj familjes time, por flas që tash unë s'kam besu unë te vetja ime, jo Bravo, më Marius. familje. Po, meriton një dorë këtij. Të ndalemi pak tek familja me qenë se përmendë. Çfarë roli ka familja dhe partnerja jote në suksesin tënd? Pra si e përjetojnë ata këto fakt? Tashi, përderisa nuk janë të fushës, është e kuptueshme që deri diku të kuptojnë, deri diku nuk të kuptojnë, po e shiko ka gjë të bukur sepse patën kur jam në atë kulmin e punës, në kulmin e sakrificave, janë gjithmonë mirë kuptues, suportues. Pastaj kur del gjë, ja, fillojnë kërkon llogari pastaj. Po për shembull, si fillon mami ime, ora 2 notës, s'ke hardhe, le nam rrugëve. Edhe unë që I hap kamerën, po. Okej. Thjesht për ta qetësuar, se s'kam çaj bëja, kupton? Thjesht të tregoj që jam mirë dhe mos ket merak po. Mëson akoma ti si vogli I mamit. Me sa duket. Jo, më sa duket, jo. Të zgjedh ta bëj deri kur derisa kemi jetë të dy. Është shumë e bukur. Se nuk ka gjë Një për përshëndetje tur, për mamin e Mariusit. jo vetëm për mamin, po edhe për babin. Edhe për babin. Jo, e kisha për gjithë në nënat dhe baballarët në përgjithësi, sepse tash sado rritet fëmia për prindin ngelet gjithmonë fëmijë. Dhe nuk ka luks dhe status më, le të them, më të rehatshëm për fëmijën se sa të jetë gjithmonë në statusin e fëmijës para prindërit. Sepse është minimumi që ne mund të bëjmë, respekti pa diskutim, mirënjohja, por dhe le të themi ajo dashuria që mund të shprehim nëpërmjet asaj që ne e quajtëm në gjuhën popullore fëmijë. E kupton? Duke qenë fëmijë, kjo është një formë, le të themi, konsiderate, respekti, mirënjohje për prindin. Kështu e konceptoj unë pak, Marius, nëse sa baba mund I mirë, Kur? me sa duket. Si? Dhe është një baba shumë I mirë. Nuk e di. Është në planet e tua të bësh baba me qira fjala? Fu. afërta. Se të larg ta. Pyetja që ma bën më shumë, duke filluar nga tezet e mia që I përshëndes shumë. I përshëndesim. Të gjithë tafërmit e mi, shokët e mi, gjithashtu. Edhe shokët e mi këto që janë baballar vetë, ëh. Ora këto më duket këto mia hal tezet se janë ato dashamirëse tek U kështu. shkënjyen ne thotë shkënjeu Po dhe më ti. duket se këto shokë duan me morën qaf mua. Do që thon bo prind. Jo, është tash unë e konceptoj shumë ndryshe ndoshta nga shumica pjesën e të qenurit prind, sepse shoh përgjegjësi shumë madhe dhe normalisht fëmijën e konsideroj krijesë shumë të shenjtë dhe shumë të shtrenjtë dhe duhet që në moment që fëmia im të vinë në jetë të jetë I plotësuar, qoftë nga ana materiale, qoftë nga ana shpirtërore. Dhe nuk është se mendoj konkrete le të themi të ndryshimin e statusit, por që Zoti I lartë I di më së miri gjonat, sa janë ca gjona që ndodhin kështu, si me magji dhe ndryshon ajo perceptimi. Thu okay, ka ardhur momenti tash që unë plotësohem, bëm prind. Kështu. Cila është gjëja që ke bërë në karrierë, cilën ti e cilëson sikur të ka ndryshuar dhe ty si person, qoftë për mirë apo mbas edhe diçka për keq? Ka shumë gjona. Por Cilën do veçoje? Mendoj kjo pjesa e eksperiencës time si punonjës policie ka ndikuar dhe ka formsuar një karakter që se kam pas në tipin tim dhe ka qenë eksperiencë që unë jam
falenderues që kam qenë pjesë e kësaj strukture, dhe sepse nëpërmjet saj kam njoft edhe njerëz shumë. Kam njoft ato limitet njeriut që jo çdo kush i arrin të njohë. Kam njoft ato njerëz që hiqen si viktima, por në fakt janë autor. E shumë tjera, domethënë, por që thash është punë që të formon shumë si njeri, si karakter, edhe të bën që ti vlerësosh shumë gjëra që. Sot je 30 vjeç, por çfarë do i thoja Mariusit 20 vjeçar? Mos e ka problem ta tregoj moshën. Ajo është e dukshme në çdo lloj portale, Wikipedia, gjithë ne po. Hajde tani se ala me çuni. Po Mariusit 20 vjeç. Bone mirë që si e dorëzu kur, dhe mendoj që ka kapur letarin e duhur në jetë për të arritur suksesin. Kush ka qenë letari im? Besimin Zot. Këtë mund të thoja, dhe ja them me sinqeritetin më të madh. Se ka qenë kohë të vështira, kohë që unë shifsha dritë në fund tunelit, a kupton, as qoftë edhe një shkëndit vogël larg. Thjesht po jetoja pa ditur se ku do shkoja me jetën time. Isha qarshokak, sepse kam pas gjithmonë të parimin jetë që më duke, ose më konkrete më duke, sikur unë kisha ardhur të botë për bërë gjëra të mëdha, dhe dukesha sikur unë nuk jam në jetën që doja të bëja. Edhe Pra ka qenë si një thirrje e brendshme. po, pikërisht, ishte diçka që mu më shtynte, ore, ç'pun keti me katunin, le të themi. Ja kupton, marr një shembull absurd. Dhe gjithmonë po prisja të momentin tim, po prisja të transformimin tim, edhe erdhi. Faleminderit madh Zot erdhi, dhe thash është abismë se si jeta dinamika që cilë jeta të ndryshon. Shumë. Marius, ne kemi përgatitur disa pyetje të cilave duhet ti përgjigjesh shkurt. Jepi gas. Shiko, jemi dy, po mendoj që na përballon. Po, jo, apo si? Është përgatitur për çdo Je situatë, gati. kështu që nuk ka problem këta. Duhet me gjej përgatit për çdo situatë, së mio, Hajde, mele. nisim. Cili është zakoni yt më i çuditshëm që askush nuk e di? Te gjumë mëngjes. Cila është gjëja më qesharake që të ka ndodhur kur nuk të ka parë njëri? Shumë për ditë ndodhin gjëra shoqërake. Pa, hajde na përmend Më një. Për shembull, Për shembull, kam një gjë kur jam në proces krijimtarie të skenarit apo të filmit, gjithmonë flas me vete. Improvizoj me veten time. flet para pasqyrës? O para pasyre, ma pa pasyre, unë po them gjitha ne. Të shenjat e njeriu të zgjuar, kështu që. Jo, një shoku i mirë tha dikur tha mua, tha nuk është problem të flasësh me vete, tha. Problem tash atëherë kur problemi është se tash i kanë filluar të përgjigjen. Isha një moment makinë, duke fol edhe, kisha harruar të xhamin hapte dhe Të përgjigjen vetën e tua, domethënë. Kur kalon 1, 2, 3 hapshin sytë. Oh fuck tash. Çfarë bëre mirë? Edhe ka shumë gjëra, po domethënë duhet kohë, le të themi, që t'i kujtoj njëra pas tjetrës, se thash janë aq shumë sa që s'di çfarë të përmendesh. Nëse do krijoj një superfuqi, cila do ishte? Nuk kam për superfuqi, çdo njeri ka superfuqitë e veta, por superfuqia ime ndoshta mos përplasesha me motor. Kur të ecë shpejt, ja mund të them, mund ta them Ishte i paprekshëm, domethënë nga sepse ti aksidenti. jo, janë ca gjëra që nuk do të cakas me paralelizëm, për shembull superfuqive, e vetëm fuqi supreme është Zoti, dhe nuk duhet që të kem një tilla krahasime me to superfuqi. Mirë, superfuqi për shembull mund të jetë edhe të jesh gjithmonë në mood të mirë, apo mbase nuk është shumë superfuqia. të hesh krijimtarin. Ata kanë vetë njeriu. Të jetë njeriu gjithmonë në mood të mirë është le të themi zgjedhje. Sepse po të zgjedhësh që të injorosh stresin, të injorosh çdo lloj problematike, ashtu do jesh. Siç më ndodh mua për shembull, më ndodh 2 javë rresh jam chill, a kam hall, a kam problema si gjë, jam. Pastaj ndodh një javë tjetër që kaloj në këtë le të themi merakun, shqetësimin apo kështu është. Besoj që jeta çdo kujt kështu është, mos. Po patjetër mos. Marius, nëse do të kishte një lojë, shpreh një mendim të çmendur. Çfarë do thoje për ta fituar? Mendim se të çmendur? Po. Unë jam më i mirë se Brad Pitti. Nice. Do të doja të kishe një ditë pas një përgjësi, apo një ditë kur të gjithë të ndjekin, dhe pse? Një ditë kur Një ditë ku të gjithë të ndjekin, pra janë pas teje duke ta adhuruar, duke ta admiruar për ato çfarë ti bën, apo një ditë pas një përgjësi?
Jam lodh shumë këto kohë të fundit dhe duhet shumë ajo dita pasi përgjithësi. Ku ta porosisim? Do të jetoje një ditë si miliarder apo një ditë pas një rregull dhe kufi? Nuk jeton të njeriu pas një rregull dhe përgjithësi, po gjithsesi. Më mirë ti si miliarder ta provojmë edhe një herë qendër i pasur. Cilat janë marrëdhëniet e tua me kuzhinën? Ke ndonjë pjatë që e qan? Për fat keq jo, s'di të gatuaj. Po përpiqesh kështu për ndonjë gjë? Jo fare. Nuk ta bësh asnjë vezë? Mbushi gotoj tani. Bez ditë bëj, okay, to gjona kështu që janë easy të du, e kupton? Po mirë kripën ditja edhe s'tak. Po. Nuk është se jam shumë qefli i kripës. Po kripar në përveshkat. Jo, e kam seriozisht, domethënë bezën kur e gatuaj që bëj vet, kur gjithmonë kur është kur s'ka njëri i shtëpi, kur është mami, kur është partnerja që s'ka kur po aty jam në dërum të shkosh në kokë vetë për vete. Edhe isha në reality show që isha në Big Brother VIP, dhe gjithë sikleti sa gjë e ky ishte që s'disha të gatuaj. E vuajta atë pjesën. E vuaj, se me ushqimin do të them kam një marrëdhënie shumë gusht, po Dhe nuk porosi se do të as fast food, kështu që. Po çfarë do hash, do hash. Çfarë do hash? Çfarë gjesh? Mario, cili është vendi që nuk e qenë ende dhe ke ëndër ta vizitosh? Në Kinë. Në Amerikë. Më pëlqen shumë vendet që kanë gjallëri, që kanë jetë 24/7. Edhe faktikisht e du zhurmën. Më bën jetoj. Kam qenë ku isha në kohën në fshat e kuptoj gjithmonë atë disbalancën midis jetës së qytetit dhe fshatit vëret për vetën arsye sepse fshati ka një qetësi të frikshme natë. Edhe më mungon ajo zhurma e qytetit gjatë kohës që qëndroj në fshat. Kështu që për ne, thash jo vetëm to dy emra konkret, Amerikë, Kinë, këto, por çdo vend që është i zhurmshëm, që është overcrowded, që është shumë i populluar, kam qejf ta vizitoj. Shumë interesante. U treguar shumë i sinqert. I sinqert. Po më drejt. Po pse kam të një pyetje tjetër. Hajde. Dashuria për ty është logjik apo e pakontrollueshme? Shiko, mund të ketë një shkrirje të këtyre elementeve, një miksim, po E kuptoj që do thuash e mesme art, po unë mendoj se shpesh nuk ekziston. Mendoj logjik. Është e kontrollueshme. Patjetër që po, se tash s'mund të tash njeriu mendoj që varet se si e lejon veten të ndjej. E kupton se këtu është e gjithë kleçka e kësaj. Nëse ti e lejon veten apo je i lirë 100% për të dashur dikë, atëherë s'ke kufizime, por në moment që ti e mikson apo le të themi ke një balancë midis ndjenjes dhe midis logjikës, aty do kesh apo do ndjesh aty ku është për të ndjerë. Nuk kam dhe një pyetje. Mariusi është xheloz nga këto toksikët? Shumë të toksike. Në lidhje me marrëdhënie. Po. Pra që e ndjek gjatë gjithë kohës, Si nga dëshiron kohë të që marrësh kontrollon informacione, kështu. po. Ku është partnerja, të kontrollon telefonin, etj. Kjo është toksik. Se xhelozia është e bukur në vetvete, por deri një farë mase. Nëse ka ndjenjë, nuk ka, nëse ka xhelozi, ka ndjenjë. Nëse s'ka xhelozi, s'ka ndjenjë. Do ta them më shkojës kaq. Do nuk jam fare fan si këtyre çifteve që krijojnë një farë distanca me njëri tjetrin, as din ku janë, as din çfarë bëjnë, as din. Për çfarë rrin valla? Fund ditës, për çfarë rrin? Ti femra këti, mashkull janë ne, çaj jetën me çunë xhajzës pa marrë vesh. Pa edhe çunë xhajzë do bosh me rak në herë do i thosh ofrade. Ka je më daj. Nuk ishte kjo paralelizmi i të qenurit toksikë, sepse E kjo ka është më më flori, normale. Unë thash atë le të themi të duhurën, unë jam të toksikët, po ama xheloz po e shuaj vetë. I kontrolluar. I kontrolluar. Tash po patjetër se nuk mund bëhesh në veritshëm tash se po shkove te toksike do të thotë që ti je i sigurt për personin që ke në krah. Absolutisht. Okej. Tash unë them diçka që ka Falenderoj një për sinqeritetin. tash pse të mëse me rrejt, unë këtë kam. Çat bëj kot tash unë, ndryshe tu, ndryshe ne, se do më shohin edhe do më thonë pastaj ti ha pa lancë. Ti ai që fol aty. Okej. Marune? Ishte shumë i sinqert. Kaq, nuk po të lodhi më shumë. Se i themi të gjitha, se thotë. Faleminderit. Falenderojmë në ty. Mariusi i fokusuar vetëm tek filmat apo mendon që do të shohim në një zhanër tjetër të Po artit? te artet marciale. Po te filmat, të filmat, mirë. do fokusohem tjetër. Po mirë, se mund të inkorporosh artet marciale te arti i Po nuk e filmave. du, nuk e du, se s'kam lidhje, unë tash po vendos që të shputem nga profesioni tjetër, vetëm duke të dash të jap kohën
filmit. Është planet e tua të afërta? Është planet e mia shumë të afërta, sepse shoh që ka një lloj paragjykimi nga struktura ku jam për atë që unë bëj. Dhe nuk kam vërtetë me thonë drejtë dhe s'kam vërtetë dhënë luksin kujt që të sillem sipas asaj që e kërkon opinioni publik, për shkak të statusit që mund të kem. Unë pasionin tim e kam jetu në formën më të mirë dhe më fisnike të mundshme, dhe uroj shumë që të vinë në radhët e strukturës unë kam qenë, uroj shumë që të paktën të jenë 20% e atyre si puna e ime me parimet që unë kam pas. Dhe këtë them me sinqeritetin më të madh, se kam dhe zotin dëshmitar, kam dhe njerëzit dëshmitar. Se tash jemi në një vend ku në majtë të gjuhës është paragjykimi. Majtë gjuhës është ku me folë keq për tjetrin, dhe majtë gjuhës është ku me bë dallavere tjetrit. Urojmë shumë suksese dhe domethënë në vazhdim do të kemi artist full time. Artist full time dhe me krenarin më të madhe. Marios, të uroj shumë suksese, ishte vërtet shumë kënaqësi që ishe i ftuar ju një parë. Uroj. Ishte privilegj, them sinqerisht, dhe ju uroj në faqet e pleva, po gjithsesi do urojmë para. Faleminderit shumë. Faleminderit. Uroj sa më shumë të ftuar dhe sa më shumë episode të ekipit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi të të kishim ditën e sotme. Të dashur miq, së bashku do shihemi sërish në episodin e radhës, por mos harroni ta bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube. Ju duam.